Ai u ktheu nga udhëtimi I gatshëm për të jetuar ditën më të lumtur të jetës së tij, dasmën e tij. Por, duke kaluar përmes një parku, gjen nënën e tij duke fjetur në rrugë, e përqafuar me ish-punonjësen e shtëpisë. Ajo që dukej si një keqkuptim zbulohet si një plan mizor dhe I paramenduar, I cili transformon plotësisht fatin e tij. Ceremonia anulohet dhe ajo që lind në vend të saj është një histori drejtësie, dëmshpërblimi dhe guximi të heshtur. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton dhe na thoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Mëngjesi po mbërrinte ngadalë mbi Tiranë, duke sjellë me vete atë dritë të turbullt që vetëm qytetet e mëdha njohin. Dielli përpiqej të çante shtresën e mjegullës që ende këmbëngulte të përqafonte ndërtesat më të larta, ndërsa trafiku fillonte ritualin e tij ditor të borive dhe motorëve të nxituar. Arbri rregulloi orën në kyçin e dorës dhe mori frym thellë. Pas 3 muajsh udhëtimi nëpër zyra jashtë shtetit, duke mbyllur marrëveshje dhe duke zgjeruar kompaninë që kishte ndërtuar me aq shumë përpjekje, më në fund ishte kthyer. Dhe nuk ishte një kthim I zakonshëm. Ishte dita e dasmës së tij. Taksi po përshkonte bulevardin dëshmorët e kombit me atë ngadalësi karakteristike të mëngjeseve tiranase. Arbri vëzhgonte nga dritarja njerëzit që ecnin me nxitim, secili I humbur në botën e vet, duke mbajtur shqetësimet e veta. Ai buzëqeshi me vete. Pas pak orësh do të ishte krah Blerinës, duke thënë po përpara miqve, familjarëve dhe kolegut të punës. Gjithçka ishte planifikuar deri në detajet më të vogla. Ceremonia do të bëhej në orën 5 të pasdites, në një nga sallat më elegante pranë zonës së liçenit artificial. Blerina ishte kujdesur për çdo aranzhim, çdo detaj të dekorit, ndërsa ai ishte jashtë. Besimi. Mbi këtë bazoi një marrëdhënie e shëndosh, I përsëriste ai vetes. Blerina kishte hyrë në jetën e tij 2 vite më parë, duke sjellë me vete atë energji vibruese të dikujt që e dinte saktësisht se çfarë donte. Ajo ishte e bukur, e gojës, gjithmonë e patëmedh. Punonte me marketingun digjital dhe kishte atë mënyrë të prerë të dikujt që ka lindur për të udhëhequr. Arbri ndihej fatlum. Pas aq shumë lidhjeve që nuk kishin ecur, më në fund kishte gjetur dikë që dukej se kuptonte ritmin e tij, ambicjet e tij, mungesat e tij. Ajo kur nuk u ankua për udhëtimet e gjata. Kur nuk I vuri në dyshim prioritetet e tij. Gjithmonë thoshte se I besonte. Dhe ai I besonte asaj. Nëna e tij, zonja Lirie, ishte 74 vjeçe dhe jetonte me të që kurja ati kishte ndëruar jetë 5 vite më parë. Ishte një grua e rezervuar, me pak fjalë, por me një prani të fortë. Arbri gjithmonë ishte kujdesur që ajo të kishte më të mirën. Prandaj kishte punësuar shpresën, një zonjë në moshë të mesme, e duruar dhe e përkushtuar, për të shoqëruar zonjën Lirie gjatë ditës. Shpresa ishte diskrete, efikase dhe e trajtonte nënën e tij me një dashuri të sinqertë që e bënte atë të ndihej I qetë. Me të dyja ato në shtëpi, ai mund të udhëtonte pa ndier faj. Ose kështu besonte. Kur taksi u kthye në rrugën që të çonte te apartamenti I tij, Arbri I kërkoi shoferit të ngadalsonte. Donte të kalonte pranë parkut Rimia, një nga të paktat streza të gjelbra në mes të asaj xhungle betoni. Ai e kishte zakon të ecte aty fundjavave, përpara se udhëtimet të bëheshin të shpeshta. Diçka në atë mëngjes e bënte të donte të ndjente erën e bimësisë, të dëgjonte këngën e zogjve, të rilidhej me qytetin që aq shumë e donte. Shoferi ndaloi pranë hyrjes së parkut. Arbri pagoi rrugën, mori valixhen e tij të vogël dhe vendosi të ecte bloqet e fundit deri në shtëpi. Ajri ishte I freskët dhe ai kishte nevojë për ato minuta heshtjeje përpara se të zhytej në rrëmujen e dasmës. Kaloi portat e parkut dhe ndoqi njërin nga rrugicat e rrethuara me pemë. Kishte vrapues mëngjesi, njerëz që shëtisnin qend, të moshuar të ulur në stola duke lexuar gazetat. Jeta e përditshme, e thjeshtë dhe e ndershme. Ishte atëherë kur ai ndaloi. Në stolin nën hijen e një peme të harlisur, 2 gra po flinin të ulura, të përqafuara me njëra tjetrën. Ishin dukshëm të raskapitura, me rroba të rrudhosura dhe një qese pëllure anash. Njëra prej tyre ishte zbathur. Arbri ndjeu një shtrëngim në gjoks, nga ata që vijnë pa paralajmërim dhe të zënë fytin përpara se mendja të procesojë atë që syt po shohin. Ai bëri edhe disa hapa, ngadalë, sikur të kishte frikë se ajo që shihte mund të zhdukej nëse afrohej shumë shpejt. Zemra I rrahu fort kur imazhi u bë I qartë. Gruaja më e moshuar, me flokët e thinjur të kapur në një topuz të prishur, ishte nëna e tij.
Tjetra, me kokën e mbështetur në supin e saj, ishte Shpresa. Të dyja po flinin në qiell të hapur, duke u mbrojtur nga i ftohti i natës, vetëm me një shall të hollë që Shpresa mbante mbi supet e të dyjave. Arbri la valigjen në tokë dhe vrapoi. Trupi i tij reagoi përpara se mendja të arrinte të organizonte mendimet. U ul në gjunjë para tyre dhe preku butësisht krahun e nënës. Zonja Lirie u zgjua ngadalë, e konfuzuar, me sytë ende plot gjumë. Kur e njohu, shpreha e saj ndryshoi. Nuk ishte lehtësim. Ishte turp i përzier me trishtim. Një turp që Arbri kur nuk e kishte imagjinuar ta shihte në fytyrën e asaj gruaje aq dinjitoze. Bir, mërmëriti ajo, me zërin e ngjirur dhe të mbytur. Nën, çfarë ndodhi? Çfarë po bëni këtu? Shpresa u zgjua gjithashtu, e trembur. Kur pa Arbrin, duart i dridheshin dhe ajo uli syt, sikur të mos dinte ku të shikonte. Arbri ndjeu diçka të thyej brenda vetes. Ato dy gra, që ai kishte lënë në çatin e sigurt të shtëpisë së tij, ishin aty, të pambrojtura, të ekspozuara ndaj indiferencës së botës. Si? Pse? Le të ikim që këtu, tha ai, duke kontrolluar zërin që të mos shpërthente aty për aty. Eja. Tani. I ndihmoi të dyja të ngriheshin. Zonja Lirie u lëkund pak dhe ai e mbajti me forcë. Shpresa u përpoq të merrte qesen, por Arbri ja mori nga duar. Thiri një taksi që po kalonte në bulevard dhe i uli në sediljen e pasme me kujdes, sikur të mbante diçka jashtëzakonisht të brishtë. Ai hyri përpara dhe dha adresën e një hoteli aty pranë. Nuk donte t'i çonte sërish në shtëpi. Ende jo. Së pari, duhej të kuptonte. Në dhomën e hotelit, pasi të dyja u lanë dhe veshën rroba të pastra që ai porositi të blinin në recepcion, Arbri shërbeu kafe dhe u ul përballë tyre. Heshtja ishte e rëndë. Zonja Lirie shikonte duart e veta dhe Shpresa nuk ndalonte së fshiri lotët që këmbëngulnin të rridhnin. Tani do të më tregoni gjithçka. Nga fillimi. Zonja Lirie mori frym thellë dhe filloi. Zëri i saj ishte i qëndrueshëm, por i ngarkuar me një trishtim të vjetër, që Arbri kuptoi se nuk kishte lindur atë natë. Ajo tregoi se që kur Blerina kishte marrë rolin e nusës së ardhshme dhe kishte filluar të frekuentonte shtëpinë më shpesh, gjëra të vogla kishin ndryshuar. Komente delikate për mënyrën se si Shpresa organizonte mobiljet. Sugjerime të tërthorta se zonja Lirie duhej të tërhiqej më herët që të mos pengonte. Përjashtime të vogla të maskuara si mirësjellje. Mbrëm, vazhdoi zonja Lirie, Blerina erdhi në shtëpi vonë. Ishte ndryshe. E nervozuar. Tha se shtëpia ishte e saj tani, se ajo do të jetonte aty pas dasmës dhe se nuk donte më as mua, as Shpresën vërdall. Tha se po i prisnin planet. Se unë isha shumë e vjetër për të kuptuar botën moderne dhe se Shpresa nuk shërbente më. Arbri ndjente zemërimin të rritej brenda tij, por e detyroi veten të vazhdonte të dëgjonte. Ajo na urdhëroi të dilnim. Aty për aty, në atë orë. Tha se kishte ndëruar bravën dhe se nëse do të tentonin të ktheheshim, do të thërriste policin. Shpresa u përpoq të argumentonte, por Blerina nuk deshi të dëgjonte. Më nxori nga shtëpia, bir. Më nxori nga shtëpia ime. Zëri i zonjes Lirie u drodh në fund dhe Arbri pa diçka që kur nuk kishte menduar se do ta shite. Nëna e tij, gjithmonë aq e fortë, gjithmonë e palëkundur, ishte në lodh. Shpresa, që deri atëherë kishte qëndruar e heshtur, më në fund foli. Zëri i saj ishte i ulët, pothuajse një pëshpërim. Ka edhe një gjë tjetër, zoti Arbër. Nuk doja të flisja, sepse nuk kam prova, por tani mendoj se duhet. Ajo hapi qesen e pëlhurës dhe nxori prej andej disa copa letre të rrudhosura. Ishin shënime të shkruara me dorë, me një shkrim që Arbri nuk e njohu menjëherë. I gjeta këto shënime ditët e fundit. Ishin në dhomën time, brenda sirtarit të rrobave, nën jastëg. Në fillim, mendova se ishte shaka. Por pastaj u bën më direkte. Arbri mori letrat dhe i lexoi. E para thoshte, koha jote këtu ka mbaruar. E dyta, kujdes me çfarë bën dhe çfarë dëgjon. E treta, më e fundit, së shpejti do ta kuptosh që nuk ke vend në këtë shtëpi. Dora e Arbrit u drodh duke mbajtur shënimet. Ajo nuk ishte një veprim impulsiv. Ishte i llogaritur. Ishte mizor. Ishte i paramenduar. Pse nuk më tregove?
Shpresa tundi kokën e turpëruar. Nuk doja të shkaktoja probleme. Mendova se ishte diçka në kokën time. Dhe ju ishit aq larg, aq i zënë. Nuk doja t'ju shqetësoja. Arbri mbylli syt dhe mori frym thellë. Faji e goditi si një grusht. Ai kishte qenë aq i zënë duke ndërtuar perandori, duke mbyllur kontrata, duke zgjeruar biznese, sa nuk kishte vënë re se çfarë po ndodhte brenda shtëpisë së tij. Kishte besuar verbërisht. Dhe ky besim i verbër sapo kishte çuar dy njerëzit që donte më shumë të flinin në një stol parku. Zonja Lirie, ende me sytë e kuq, zgjati dorën dhe preku fytyrën e djalit. Nuk është faji yt, Arbër. Ti nuk mund ta dije. Por ai ndjente se po. Ndjente se duhej ta kishte parë. Duhej ta kishte kuptuar. Duhej të kishte bërë pyetje. Duhej të kishte qenë i pranishëm. Shikoj orën. Ishte pothuajse 10 e mëngjesit. Pas 7 orësh, ai duhej të hynte në një sallë festash për të martuar me gruan që kishte bërë atë gjë. Gruan që kishte dëbuar nënën e tij. Gruan që kishte kërcënuar shpresën. Gruan që kishte fshehur, pas buzëqeshjeve dhe premtimeve, një fytyrë që ai kur nuk e kishte imagjinuar se ekzistonte. Arbri u ngrit dhe eci drejt dritares së hotelit. Jashtë, Tirana ndiqte ritmin e saj. Makina, njerëz, ndërtesa. Jeta vazhdonte, indiferente ndaj kaosit personal të secilit. Ai e dinte se çfarë duhej të bënte. E dinte se vendimi që do të merrte në atë moment do të ndryshonte gjithçka. Nuk kishte kthim prapa. Nuk kishte rrugë të mesme. U kthye nga dy gratë që po e shikonin në heshtje, duke pritur. Nuk do të ketë dasmë sot. Zonjës Lirie i u zgjeruan syt. Bir, nuk ka nevojë ta bësh këtë për shkakun tim. Nuk është vetëm për ty, nën. Është edhe për mua. Unë gati u martova me dikë që nuk e njoh vërtet. Dhe kjo më tremb më shumë se çdo gjë tjetër. Ai mori celularin dhe filloi të formonte numrat. Kishte shumë telefonata për të bërë. Shumë shpjegime për të dhënë. Shumë ura për të djegur. Por, për herë të parë pas muajsh, Arbri ndjente se po bënte gjën e duhur. Mëngjesi që duhej të shënonte fillimin e një jete të re, sapo ishte transformuar në fundin e një iluzioni. Dhe në fillimin e diçkaje që ai ende nuk dinte ta emërtonte, por që kishte shijen e së vërtetës, të drejtësisë dhe të rifillimit. Ndërsa formonte numrin e Blerinës, Arbri shikoi edhe një herë nënën e tij dhe shpresën. Ato ishin bashk, duke mbështetur njëra tjetrën, ashtu siç kishin bërë gjatë natës së ftohtë në park. Dhe ishte në atë çast që ai kuptoi kuptimin e vërtetë të familjes. Nuk ishte gjaku. Nuk ishte mbiemri. Ishte prania. Ishte kujdesi. Ishte të qenit aty kur gjithçka shembet. Dhe ai nuk kishte qenë aty. Por tani do të ishte. Për gjithmonë. Telefonata ra në heshtje 3 herë përpara se Blerina më në fund të përgjigjej. Arbri mund të dëgjonte zëra në sfond, të qeshura, tingullin karakteristik të një salle që po përgatitej. Ajo ishte në vendin e ceremonisë, duke mbikëqyrur detajet e fundit. Zëri i saj erdhi i gëzuar, pothuajse entuziast, sikur asgjë e gabuar të mos kishte ndodhur në 24 orët e fundit. Shpirt, erdhe? Jam këtu në sallë dhe po bëhet shumë bukur. Lulet dolën saktësisht siç i imagjinova. Nuk do ta besosh kur ti shohësh. Ku je? Je në shtëpi? Arbri shtrëngoi celularin me forcë. Çdo fjalë e gëzuar që dilte nga goja e saj dukej si një thyrje. Si mundej ajo të shtirej aq mirë? Si mbante atë ton të shkujdesur pasi kishte dëbuar 2 gra nga shtëpia në mes të natës? Blerina, duhet të flasim. Tani. Ajo qeshi në atë mënyrë të lehtë që ai gjithmonë e kishte gjetur simpatike dhe që tani tingëllonte false e aktrime. Të flasim? Shpirt, ne do të martohemi pas pak orësh. Lëri bisedat serioze për pas muajit të mjaltit. Tani është koha për të shijuar, për të relaksuar. Arbri mori frym thellë, duke u përpjekur të mbante kontrollin. Ku është nëna ime? Heshtja që pasoi ishte ndryshe. Nuk ishte heshtja komode e dikujt që është i zënë. Ishte heshtja e dikujt që u kap në befasi. Blerina u vonua disa sekonda për t'u përgjigjur dhe kur e bëri, zëri kishte ndryshuar. Ishte më i ulët, më i kujdesshëm. Nëna jote?
Ajo duhet të jetë në shtëpi. Pse? Nuk është. Dhe ti e di shumë mirë këtë. Një tjetër heshtje. Më e gjatë këtë herë. Arbri pothuajse mund të dëgjonte mendimet e saj duke u riorganizuar, duke montuar mbrojtjen, duke përgatitur narrativën. Arbër, unë nuk e di për çfarë po flet. Nëse nëna jote ka dalë nga shtëpia, ajo nuk më ka lajmëruar. Ndoshta ka dalë për një shëtitje, ku ta di unë. Ai mbylli syt. Gënjeshtra ishte e pacip, pothuajse ofenduese. Blerina, ti e dëbove atë dhe shpresën nga shtëpia mbrëm. Ndërove bravën. I urdhërove të dyja të iknin. Dhe tani unë i gjeta ato duke fjetur në një stol parku. Kështu që mjaft ushtire sikur nuk di asgjë. Frymëmarrja e saj u bë më e shpejt në anën tjetër të linjës. Arbri mund të ndjente panikun që po instalohej. Por kur ajo foli sërish, nuk ishte pendimi që vinte në zë. Ishte mbrojtja, justifikimi, madje edhe zemërimi. Dëgjo këtu, Arbër. Bëra atë që duhej bërë. Ajo situatë ishte e pajtueshme. Nëna jote nuk më respektonte. Shpresa më shite me bisht të syrit gjithë kohës. Unë do të jetoja në atë shtëpi, do të ishte edhe shtëpia ime, dhe nuk do të pranoja të trajtohesha si e huaj. Të kam paralajmëruar disa herë, por ti ishe gjithmonë në udhëtime, gjithmonë shumë i zënë për të më dëgjuar. Arbri ndjeu zemërimin të ngjitej si një valë e nxehtë në gjoks. Ti nuk paralajmërove asgjë. Kur nuk the asnjë fjalë për këtë. Unë u përpoqa, por ti nuk ishe kur i disponueshëm. Dhe unë nuk do të prisja për gjithmonë. Kështu që mora një vendim. Pik. Ai tundi kokën, i pabesuar. Nuk kishte pendim, nuk kishte faj. Vetëm justifikime dhe një përpjekje e dëshpëruar për të kthyer narrativën në favor të saj. Dasma është anuluar, Blerina. Ajo qeshi. Ishte një e qeshur e shkurtër, nervoze, pothuajse histerike. Anuluar? Arbër, je i çmendur? Janë 200 njerëz të konfirmuar. Ka ushqim të porositur, muzikë, dekor, gjithçka gati. Nuk mund të anulosh një dasmë në ditën e saj. Kjo është qesharake. Mundem. Dhe po e anuloj. Nuk do të martohem me dikë që trajton nënën time në këtë mënyrë. Që kërcënon një punonjëse. Që vepron pas shpine me këtë ftohtësi. Zëri i saj ndryshoi sërish. U bë shpures, i dëshpëruar. Arbër, po e tepron. Nëna jote po të manipulon. Ajo kur nuk më pranoi, gjithmonë më trajtoi sikur të mos isha mjaftueshëm e mirë. Dhe tani po e përdor këtë për të na ndarë. Mos e lër ta bëj këtë me ne. Të lutem. Arbri mbylli telefonin. Nuk kishte më asgjë për të thënë. Ai bllokoi numrin e saj dhe filloi të bënte telefonatat e nevojshme. Së pari sallën, pastaj cateringun, fotografin, muzikën. Çdo telefonat ishte e sikletshme, çdo shpjegim i paplodh. Por ai nuk i jepte llogari askujt. Vetëm informonte se aktiviteti ishte anuluar dhe se do të kontaktonte më vonë për të zgjidhur çështjet financiare. Ndërsa bënte telefonatat, zonja Lirie dhe Shpresa mbetën të ulura në heshtje në divanin e dhomës së hotelit. Ato nuk thoshin asgjë, por Arbri ndjente peshën e vështrimit të tyre mbi të. Kur më në fund mbaroi, ruajti celularin dhe u kthye i shikonte. Gati. U bë. Zonja Lirie u ngrit ngadalë dhe eci drejt djalit. Buri duart në fytyrën e tij, ashtu siç bënte kur Arbri ishte fëmijë dhe kthehej nga shkolla me ndonjë problem. Je i sigurt për këtë, biri im? Jam, nën. Plotësisht. Ajo pohoi me kokë dhe e përqafoi. Ishte një përqafim i gjatë, i heshtur, plot me gjithçka që nuk kishte nevojë të thuaj. Kur u ndan, Arbri pa se Shpresa po qante, por ishin lot të ndryshëm tani. Nuk ishin nga frika apo turpi. Ishin nga lehtësimi. Zoti Arbër, nuk di as çfarë të them. Faleminderit. Ai tundi kokën. Unë jam ai që kërkoj ndjes. Që nuk e pash më parë. Që nuk isha i pranishëm. Që ju lash të kalonit përmes kësaj. Shpresa fshiu lotët dhe buzëqeshi për herë të parë që kur ai kishte gjetur në park. Ju jeni këtu tani. Kjo është ajo që ka rëndësi. Arbri kërkoi që të dyja të pushonin ndërsa ai dilte për të zgjidhur disa çështje.
Duhej të shkonte te apartamenti, të merrte gjërat e tij dhe të garantonte që Blerina të dilte që andej sa më shpejt të ishte e mundur. Gjatë rrugës, thiri avokatin e tij, një burr serioz dhe kompetent i quajtur Zoti Genc, që i kishte shërbyer familjes së tij për vite me radhë. Genc, kam nevojë për ndihmën tënde. Është urgjente. Pasi dëgjoi tregimin e plot, avokati pshërtiu në anën tjetër të linjës. Arbër, kjo është e rëndë. Të dëbosh dik nga shtëpia pa paralajmërim, aq më tepër një person të moshuar, përbën disa shkelje ligjore. Prona është në emrin tënd? Po. Gjithçka është në emrin tim. Ajo kur nuk ka jetuar aty zyrtarisht. Vetëm e frekuentonte. Atëherë ke të gjithë të drejtën të kërkosh që ajo të largohet. Do të përgatis një njoftim formal dhe do të vi me ty deri te apartamenti. Mos bëj asgjë vetëm. Do ta zgjidhim këtë në mënyrën e duhur. Arbri e falenderoi dhe la takim me avokatin përpara pallatit. Kur mbërriti, Genci ishte tashmë aty me një dosje dokumentesh nën krah dhe atë qëndrim serioz të dikujt që e di saktësisht se çfarë po bën. Le të shkojmë. Mbaj qetësinë, më lër mua të drejtoj bisedën dhe mos hyr në konflikt direkt me të. Çfarëdo që ajo të thotë, ti dokumentoje në mendje. Mund edhe ta regjistrosh nëse e sheh të nevojshme. Të dy u ngjitën në apartament. Arbri përdori çelësin e tij, por kur u përpoq të hapte derën, vuri re se brava vërtet ishte ndërruar. Ai i ra ziles. Askush nuk u përgjigj. I ra sërish. Heshtje. Goditi derën me më shumë forcë. Blerina, e di që je aty. Hape derën. Jam me avokatin tim. Nuk do të shërbej për asgjë të shtiresh sikur nuk je. Pas disa minutash, dëgjuan hapa dhe dera u hap. Blerina ishte ndryshe. Flokët e kapur shkele shko, tualeti i prishur, syt e kuq. Ajo shikoi Arbrin dhe pastaj Gencin dhe diçka në fytyrën e saj u ngurtësua. Çfarë po bën ai këtu? Genci bëri një hap përpara, i edukuar por i prerë. Mirëdita, zonjusha Blerina. Emri im është Genc Fari, avokat i zotit Arbër. Jam këtu për të garantuar që situata të zgjidhet në mënyrë ligjore dhe të respektueshme. Zoti Arbër dëshiron të hyjë në apartamentin e tij. Ju lutem, na lejoni të hyjmë. Blerina kryqëzoi krahët duke bllokuar kalimin. Unë jetoj këtu. Kam të drejta. Genci hapi dosjen dhe nxori një kopje të regjistrit të pronës. Sipas dokumenteve zyrtare, ky apartament është i regjistruar ekskluzivisht në emër të Arbër Krasniqit. Ju kur nuk jeni përfshirë si banore zyrtare dhe as nuk figuroni në ndonjë kontratë bashkëjetese. Prandaj, ligjërisht, ju nuk keni të drejtë të pengoni hyrjen e pronarit. Blerina shikoi Arbrin me një shprehje që përziente zemërimin, dëshpërimin dhe diçka që mund të ishte lëndim. Pra kështu do ta bësh? Do të më dëbosh? Pas gjithë asaj që kemi jetuar? Arbri mori frym thellë. Ti dëbove nënën time, Blerina. Në mes të natës. Pa paralajmërim, pa mëshirë, pa një justifikim që ka kuptim. Tani po merr të njëjtin trajtim që i dhe asaj. Diferenca është se unë po e bëj këtë me një avokat të pranishëm, me dokumentacion, me respekt ndaj ligjit. Ti nuk i dhe as aq asaj. Syt e Blerinës u mbushën me lot, por Arbri nuk ndjeu mëshirë. E dinte se ato lot ishin më shumë nga frustrimi se sa nga pendimi. Genci ndërhyn sërish duke mbajtur tonin profesional. Zonjusha Blerina, ju keni 24 orë për të tërhequr sendet tuaja nga kjo pronë. Në të kundërt do të marrim masat ligjore përkatëse. Këtu është njoftimi formal. Ju lutem, nënshkruani marrjen. Ai zgjati një letër. Blerina shikoi dokumentin sikur të ishte diçka e pështirë, por mori stilolapsin dhe nënshkroi me një zgaravin inatçore. Do të pendoheni për këtë. Ajo hyri në apartament dhe përplasi derën. Arbri dhe Genci mbetën aty të ndaluar në korridor. Do ta zbatoj? Genci ruajti letrat mbrapsht në dosje. Nëse nuk e zbaton, hym me një padi për rikthimin e posedimit. Por zakonisht, kur personi kupton se nuk ka bazë ligjore, përfundon duke lëshuar pe. Le të presim. Ndërkohë, sugjeroj që ti dhe nëna jote të qëndroni në hotel ose të kërkoni një vend tjetër të përkohshëm. Mos detyro një bashkëjetesë që mund të eskalojë në diçka më të keqe.
Arbri u pajtua dhe zbriti me avokatin. Gjatë rrugës së kthimit në hotel, kaloi sërish pranë parkut rinia. Stoli ku kishte gjetur nënën dhe shpresën ishte ende aty, i zbrazët tani, sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Por diçka kishte ndodhur. Diçka e madhe, definitive, e pakthyeshme. Ai ndaloi për një moment dhe shikoi atë stol. Aty, në atë dru të konsumuar nga koha, 2 gra kishin fjetur sepse nuk kishin ku të shkonin. Dhe ai, që gjithmonë ishte krenuar se ishte një burr i kontrollit, i planifikimit, i suksesit, kuptoi se kishte dështuar në gjën më të rëndësishme. Të qenit i pranishëm. Të shihte. Të mbroante. U ul në stol, vetëm për një çast, duke u përpjekur të ndjente atë që ato kishin ndjerë. Të ftohtin e natës, pasigurinë, frikën, poshtërimin. Dhe diçka brenda tij u thye përfundimisht. Nuk ishte vetëm zemërim. Ishte turp. Turp që kishte qenë aq i verbër. Aq i munguar. Aq i besuar në gjëra të gabuara. Kur u kthye në hotel, gjeti zonjën Lirie duke lexuar një libër dhe shpresën duke parë televizor. Ato ngritën vështrimin kur ai hyri, duke pritur lajme. Ajo ka 24 orë për të dalë. Zonja Lirie pohoi me kokë, pa thënë asgjë. Por Arbri pa në sytë e saj diçka që kur nuk kishte parë më parë. Nuk ishte lehtësim. Nuk ishte fitore. Ishte trishtim. Një trishtim i thellë për atë që gjithë kjo përfaqësonte. Për ëndrrën e thyrë. Për iluzionin e demaskuar. Për dashurinë që kur nuk ishte reale. Dhe ishte në atë moment, i ulur në karrigen e asaj dhome hoteli jo personale, që Arbri kuptoi se anulimi i një dasme ishte i lehtë. E vështira do të ishte rindërtimi i besimit që ai kishte humbur. Jo besimi që Blerina kishte thyer. Por besimi që ai kishte humbur te vetvetja sepse nuk kishte parë të vërtetën që ishte mu përpara syve të tij gjatë gjithë kohës. 3 ditët pasuese kaluan si një mjegull e dendur që Arbri e përshkonte pa arritur të shihte plotësisht rrugën. Blerina tërhoqi gjërat e saj nga apartamenti pas ditën e afatit të caktuar, pa thënë asnjë fjalë, pa shikuar prapa. La çelsat mbi tavolinën e sallonit dhe iku e shoqëruar nga 2 shoqe që e ndihmuan të mbante valixhet. Arbri nuk ishte i pranishëm. Preferoi të shmangte konfrontimin final. Genci qëndroi në apartament për të garantuar që gjithçka të ndodhte në mënyrë të civilizuar dhe të dokumentonte daljen e saj. Kur avokati telefonoi duke informuar se gjithçka ishte zgjidhur, Arbri ndjeu një lehtësim të çuditshëm, të përzier me një zbrazëti që ai nuk priste ta ndjente. Zonja Lirie dhe shpresa u kthyen në shtëpi ditën tjetër. Arbri punsoi një bravandreqës për të ndëruar të gjitha bravat sërish, instaloi kamera sigurie në hyrje dhe mori masa që duhej t'i kishte marrë shumë kohë më parë. Por më shumë se sa ndryshime fizike në apartament, ai e dinte se duhej të ndryshonte veten. Duhej të ishte i pranishëm. Duhej të dëgjonte. Duhej të shihte atë që ishte mu përpara tij. Në natën e parë të kthimit në rutinë, të 3 darkuan bashkë në sallon. Ishte diçka e thjeshtë, pilaf, fasule, pule e pjekur që shpresa e kishte përgatitur me atë dashuri që e transformonte ushqimin në afeksion. Zonja Lirie hëngri në heshtje, duke shikuar her pas here djalin me një shprehje që Arbri nuk arrinte ta deshifronte plotësisht. Kishte lehtësim, por edhe shqetësim. Ajo e njihte djalin shumë mirë për të mos vënë re se ai po luftonte brenda vetes me diçka më të madhe se sa thjesht fundi i një lidhjeje. Nën, më kërkon ndjes, tha Arbri papritur, duke lënë pirunin në pjath. Zonja Lirie ngriti syt, e rënduar. Të kërkoj ndjes për çfarë, bir? Që nuk e pash. Që nuk isha këtu. Që besova verbërisht dhe të lash të kaloje përmes kësaj. Unë duhej ta kisha vënë re. Duhej të kisha bërë pyetje. Duhej të kisha kushtuar vëmendje. Ajo zgjati dorën mbi tavolinë dhe shtrëngoi dorën e djalit. Arbër, ti nuk je parashikues. Ajo e fsheu mirë atë që ishte. Dhe unë gjithashtu nuk ti tregova të gjitha që po ndodhnin sepse nuk doja të shqetësoja. Ti po punoje aq shumë, duke mbyllur biznese të rëndësishme. Unë mendova se do të arrija t'ja dilja mban vetë. Por ti nuk duhej t'ja dilje mban vetë. Unë jam biri yt. Përgjegjësia ime është të kujdesem për ty, shpresa, që kishte qëndruar e qetë deri atëherë, pastroi fytin. Zoti Arbër, a mund të them diçka? Sigurisht, shpresa. Gjithmonë.
Ajo mori frym thellë, sikur po mblidhte guximin. Ju nuk keni faj për asgjë. Zonjusha Blerina ishte shumë e zgjuar. Ajo e tregonte anën e keqe vetëm kur ju nuk ishit. Para jush, ajo ishte një person. Vetëm me ne, ishte një tjetër krejtësisht e ndryshme. Kishte ditë që ajo më shite me një përbuzje që të jepte frikë. Bënte komente për rrobat e mia, për mënyrën si flisja, për mënyrën si pastroja shtëpinë. Por gjithmonë e maskuar, e dini? Gjithmonë sikur ishte shaka. Dhe unë kisha frikë të flisja sepse mendoja se askush nuk do të më besonte. Në fund të fundit, kush isha unë? Vetëm punonisja. Arbri ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Ti nuk je vetëm punonisja, shpresa. Ti bën pjesë në këtë familje. Dhe unë duhet ta kisha bërë të qartë këtë që nga fillimi. Shpresa buzëqeshi dhe Arbri vuri re se sa e rrallë ishte ajo buzëqeshje. Sa herë ai vërtet kishte biseduar me të? Sa herë e kishte pyetur se si ishte, nëse kishte nevojë për diçka, nëse po trajtohej mirë? E vërteta dhe mbi. Ai kishte qenë një punëdhënës i munguar, duke besuar se qëllimi i tij i mirë dhe rroga në kohë ishin të mjaftueshme. Por kujdesi shkonte shumë përtej kësaj. Pas darkës, ndërsa shpresa lante enët dhe zonja Lirie po shihte një telenovel në sallon, Arbri shkoi te dhoma e nënës. E dinte se ajo mbante një ditar. Gjithmonë e kishte ditur. Që fëmijë e shihte nënën duke shkruar në fletore të lidhura, duke regjistruar mendime, momente, reflektime. Ai kur nuk kishte lexuar asnjë prej tyre, respektonte privatësinë e saj. Por tani, pas gjithë asaj që kishte ndodhur, ndjente se duhej të kuptonte më mirë atë që nëna e tij kishte jetuar muajt e fundit. Trokitu në derën e dhomës. Zonja Lirie ishte e ulur në krevat me një fletore në prerë. Mund të hysh, bir. Arbri hyri dhe u ul pranë saj. Shikoi fletoren dhe njohu shkrimin e bukur të nënës. Është ditari? Ajo pohoi me kokë. Por i lexoja disa gjëra. Të bën mirë të organizosh mendimet, të nxjerrësh jashtë atë që është mbyllur këtu brenda. Ai hezitoi, por vendosi të pyeste. A mund ta lexoj? Zonja Lirie shikoi djalin për një moment të gjatë. Pastaj zgjati fletoren. Mundesh. Mendoj se ke nevojë ta lexosh. Arbri mori ditarin me kujdes, sikur të mbante diçka të brish dhe të çmuar. E hapi në faqen e parë dhe filloi të lexonte. Shënimet fillestare ishin të thjeshta, të përditshme. Përshkrime të ditës, të kohës, të ngjarjeve të vogla. Por teksa avanconte në faqe, toni ndryshonte. Filluan të shfaqeshin rrëfime të situatave të pakëndshme. Komente që Blerina bënte për moshën e zonjes Lirie, për mënyrën e saj të vjetër të parit të gjërave, për atë se si ajo duhej të përshtatej me kohët e reja. Përjashtime të vogla. Darka ku Blerina sugjeronte që zonja Lirie të darkonte më herët, vetëm, sepse ata donin të kishin një moment vetëm. Vendime për dekorin e shtëpisë që merreshin pa e konsultuar atë. Ndjesia në rritje se ajo ishte e tepërt në shtëpinë e saj. Arbri ndjente fytin t'i shtrëngohej në çdo faqe. Si nuk e kishte vënë re? Si e kishte lënë atë të ndodhte mu në hundën e tij? Mbërriti në një faqe specifike me datë 3 javë më parë, pak ditë përpara se ai të kthehej nga udhëtimi. Sot Blerina më tha se kur të martoheshin, unë duhej të konsideroja të shkoja të jetoja në një shtëpi për të moshuar. Tha se do të ishte më mirë për mua, se do të kisha shoqëri të njerëzve të moshës sime, aktivitete, kujdes të specializuar. Tha se nuk ishte e drejtë që unë të rrija vetëm në shtëpi ndërsa ata punonin. Por unë nuk jam vetëm. Kam shpresën. Kam librat e mi, rutinën time. Kjo është shtëpia ime. Nuk dua të iki. Por nuk pata guxim t'ia thosha këtë asaj. Vetëm buzëqesha dhe i thash se do të mendoja për këtë çështje. Jam me frikë. Frikë se do të humbas shtëpinë time. Frikë se do të jem një barë. Frikë se biri im do të zgjedhë atë në vend timin dhe unë nuk mund ta fajsoja. Në fund të fundit, ai meriton të jetë i lumtur. Edhe nëse lumturia ime është çmimi. Arbri mbylli ditarin. Duart i dridheshin. Lotët filluan të zbrisnin në fytyrën e tij pa mundur t'i kontrollonte. Zonja Lirie vuri dorën në shpinën e djalit dhe e la të qante. Nuk tha asgjë.
Vetëm qëndroj aty e pranishme duke ofruar ngushëllimin e heshtur që vetëm një 9 ditë javë. Kur Arbri më në fund arriti të fliste, zëri i doli i ngjirur. Nën, unë kur nuk do të kisha zgjedhur atë në vend tëndin. Kur? A e beson këtë? Zonja Lirie pohoi me kokë. E di, birë. Në fund të fundit gjithmonë e kam ditur. Por frika është iracionale. Ajo nuk ndjek logjikën. Ajo vetëm të konsumon. Unë premtoj se kjo nuk do të ndodhë kur më. Ti kur më nuk do të ndihesh një barë. Ti kur më nuk do të kesh frikë se do të humbasësh shtëpinë tënde. Sepse shtëpia jote është aty ku jam unë. Gjithmonë ka qenë dhe gjithmonë do të jetë. Ajo përqafoi djalin dhe të dy mbetën ashtu për një kohë të gjatë në heshtje, duke shëruar plagë që shkonin shumë përtej situatës me Blerinën. Ishin plagë të vjetra, të mungesave, të fjalëve të pathëna, të afeksionit të supozuar por të pashprehur. Në ditët që pasuan, Arbri filloi të rindërtonte rutinën e tij. Jo vetëm rutinën fizike, por edhe atë emocionale. Filloi të drekonte në shtëpi sa herë ishte e mundur. Filloi të darkonte me zonjën Lirie dhe Shpresën çdo natë. Krijoi zakonin të pyeste se si kishte qenë dita e tyre, të dëgjonte vërtet përgjigjet dhe të merrte pjesë në biseda. Ndryshime të vogla që, të mbledhura bashk, transformonin plotësisht atmosferën e shtëpisë. Shpresa, fillimisht e turpshme dhe ende e trembur nga gjithë situata, filloi të hapej më shumë. Tregoi për jetën e saj, për dy djemt që i kishte rritur vetëm dhe që tani ishin të rritur, për ëndrat e saj që një ditë të kishte një shtëpi të vogël të sajën, për krenarinë që ndjente që kishte arritur t'u jepte shkollim djembe pavarësisht të gjitha vështirësive. Arbri e dëgjonte me vëmendje dhe një admirim në rritje. Sa histori force dhe tej kalimi kalonin pa u vënë re çdo ditë. Sa njerëz punonin pa lodhur duke mbajtur botë të tëra mbi shpinë, pa u parë vërtet nga askush. Zoti Arbër, a mund t'ju bëj një pyetje? Sigurisht, Shpresa. A jeni mirë? Vërtet? Arbri mendoi për një moment përpara se të përgjigjej. Por I ndërtohem. Nuk do të gënjej, dhem. Dhem të kuptosh që investove 2 vite në diçka që nuk ishte reale. Dhem të dish që isha aq I verbër. Por në të njëjtën kohë ndihem I lehtësuar. Zbulova të vërtetën përpara se të bëja një gabim të pakthyeshëm. Dhe zbulova gjëra për veten time që kisha nevojë t'i shija prej kohësh. Shpresa pohoi me kokë, mirëkuptuese. Ju jeni një burr I mirë, zoti Arbër. Vetëm ishit I humbur. Por tani po gjeni rrugën e kthimit. Ato fjalë të thjeshta e prekën Arbrin në një mënyrë që ai nuk e priste. Po gjente rrugën e kthimit. Kthimit të çfarë? Të ai që ishte vërtet, përpara se të humbej në ambicjet, në biznese, në nxitimin që e kishte larguar nga ajo që vërtet kishte rëndësi. Një javë pas anulimit të dasmës, Arbri ishte në zyrë kur mori një telefonat të papritur. Ishte Teuta, kushërira e Blerinës, dikush që ai e kishte takuar disa herë në mbledhje familjare. Arbër, duhet të flas me ty është për Blerinën. Ai pshertiu. Nuk donte të fliste më për Blerinën. Donte të ecte përpara, ta linte atë pas shpine. Teuta, me gjithë respektin, nuk mendoj se është një ide e mirë. E di, e kuptoj. Por ka gjëra që duhet t'i dish. Gjëra që Blerina po bën. Ajo po shpërndan versione gënjeshtare për atë që ndodhi. Po thot se ti e dëbove nga shtëpia sepse nëna jote është kontrolluese dhe manipuluese. Po thot se ti je I paqëndrueshëm, se veprove nga impulsi, se do të pendohesh. Po përpiqet të bëj viktimën në rrjetet sociale dhe po funksionon. Ka njerëz që e besojnë. Arbri mbylli syt. Sigurisht. Blerina nuk do ta pranonte humbjen në heshtje. Ajo kishte nevojë të kontrollonte narrativën, kishte nevojë të shpëtonte imazhin e saj. Dhe çfarë kërkon që të bëj unë, Teuta? Zëri I saj u bë më I fortë. Që ti të tregosh të vërtetën. Që ti të mos e lësh atë të manipulojë të gjithë. Unë e njoh kushërirën time. E di se si funksionon. Dhe e di që ajo që po bën është e gabuar. Ti ke prova. Ke dëshmitar. Ke historinë reale. Mos e lër atë të transformojë në vilanin e kësaj historie. Arbri mendoi për një moment. Një pjesë e tij donte vetëm të linte gjithçka pas, të mos hynte në këtë luftë narrativash.
por një pjesë tjetër e dinte se Teuta kishte të drejtë. Heshtja mund të interpretohej si faj. Dhe ai nuk kishte asgjë për t'u turpëruar. Faleminderit që më lajmërove, Teuta. Do të mendohem se çfarë të bëj. Kur mbylli telefonin, Arbri mbeti duke shikuar nga dritarja e zyrës, duke vëzhguar qytetin atje poshtë. Tirana ndiqte ritmin e saj frenetik, indiferente ndaj dramave personale të secilit. Ai e dinte se duhej të merrte një vendim. Të konfrontonte Blerinën publikisht apo të linte kohën të tregonte të vërtetën? T'u përgjigjej akuzave apo të mbante dinjitetin e heshtjes? Nuk kishte përgjigje të lehtë. Por një gjë e dinte me siguri. Nuk kishte rëndësi se çfarë thoshte Blerina, nuk kishte rëndësi se sa njerëz e besonin versionin e saj. Ai e njihte të vërtetën. Dhe dy njerëzit që kishin më shumë rëndësi, nëna e tij dhe Shpresa, gjithashtu e njihnin. Dhe kjo, në fund të fundit, ishte gjithçka që vërtet kishte rëndësi. Vendimi i Arbrit se si të merrej me gënjeshtrat e Blerinës erdhi në një mënyrë të papritur. 2 ditë pas telefonatës së Teutës, ai po pinte kafe me Gencin në një pastiqeri pranë zyrës kur avokati përmendi diçka që ndryshoi perspektivën e tij. Arbër, a ke menduar ta formalizosh gjithçka që ndodhi? Ta dokumentosh zyrtarisht? Nuk po flas domosdoshmërisht për të paditur Blerinën, por të regjistrosh faktet, të kesh gjithçka me shkrim, të protokolluar në rast se do të jetë e nevojshme në të ardhmen. Arbri përzieu sheqerin në kafe, i menduar. Pse do ta bëja këtë? Genci u përkul mbi tavolinë duke ulur pak zërin. Sepse njerëz si ajo rrallëherë ndalojnë në tentativën e parë. Nëse ajo po shpërndan gënjeshtra tani, imagjino se çfarë mund të bëj pas disa muajsh ose vitesh. Të kesh dokumentacionin e saktë, me dëshmi, prova, data, të mbron ty, mbron nënën tënde. Mbron Shpresën. Është një rrjet sigurie. Arbri pohoi ngadalë me kokë. Kishte sens. Nuk ishte për hakmarrje apo ekspozim publik. Ishte për mbrojtje. Ishte për të garantuar që e vërteta të ishte e dokumentuar, në rast se do të ishte e nevojshme të përdorej. Çfarë duhet të bëj? Do të bëjmë një dosje të plotë. Dëshmitë e nënës tënde, të Shpresës, kopje të ditarit, foto të shënimeve kërcënuese, regjistrimet e ndërrimit të bravave, gjithçka. Do t'i protokollojmë të gjitha te noteri, me datë dhe orë. Kështu, nëse ajo e eskalon situatën, ti ke si të mbrohesh me fakte, jo me fjalë. Në javët pasuese, Arbri punoi për këtë. U ul me zonjën Lirie, e cila tregoi gjithçka që kishte jetuar muajt e fundit, me data dhe detaje që kujtesa e saj ende i ruante qartë. Shpresa gjithashtu dha dëshminë e saj, e nervozuar në fillim, por gjithmonë e më e sigurt teksa fliste. Arbri fotografoi shënimet që Shpresa i kishte ruajtur, digitalizoi faqet relevante të ditarit të nënës, mblodhi mesazhet e tekstit që Blerina kishte dërguar gjatë udhëtimeve të tij, ku ishte e qartë mënyra se si ajo fliste për zonjën Lirie dhe Shpresën kur mendonte se askush tjetër nuk do t'i shite. Ishte një proces i dhimbshëm. Çdo evidencë e mbledhur ishte një kujtesë e verbërisë së tij. Por ishte gjithashtu çliruese. E vërteta ishte aty, e dokumentuar, e pakundërshtueshme. Nuk ishin vetëm fjalë në erë. Ishin fakte. Ndërkohë, Blerina vazhdonte fushatën e saj në rrjetet sociale. Postime të turbullta për tradhti, për t'u përdorur dhe hedhur tej, për familje që shkatërrojnë lidhje, për burra të dobët që nuk arrin të mbajnë qendrim kundër nënave kontrolluese. Asgjë nuk thuhej direkt, por kushdo që njihte situatën e kuptonte se për kë po fliste ajo. Komentet në postimet e saj ishin një përzierje mbështetjeje nga shoqe të ngushta dhe nga njerëz që vinin në dyshim versionin e një anshëm që ajo prezantonte. Arbri lexonte disa nga këto postime, jo sepse donte, por sepse miq me qëllime të mira dërgonin foto të tyre të shqetësuar. Çdo herë që i shihte, ndjente një përzierje zemërimi dhe mëshire. Zemërim për manipulimin, mëshirë duke kuptuar se sa e dëshpëruar ishte Blerina për të kontrolluar një narrativ që tashmë i kishte ikur nga duart. Ishte atëherë kur ndodhi diçka që Arbri nuk e priste. Një shkrim në një blog lokal për marrëdhëniet abuzive përdori historinë e dasmës së anuluar, pa përmendur emra, si shembull të manipulimit emocional dhe abuzimit psikologjik kundër të moshuarve. Dikush, ndoshta Teuta ose ndonjë person tjetër i afërt me situatën, i kishte treguar historinë gazetares përgjegjëse për blogun.
Shkrimi ishte i kujdesshëm, nuk drejtonte gishtin, por përshkruante me saktësi atë që kishte ndodhur, duke përfshirë shënimet kërcënuese, dëbimin natën, ditarin e të moshuarës, gjithçka. Impakti ishte i menjëhershëm. Shkrimi u bë viral në grupet e diskutimit për të drejtat e të moshuarve, për punën shtëpiake, për limitet në marrëdhënie. Njerëzit filluan të ndanin historitë e tyre të ngjashme. Rasti mori një emër në rrjete, jo emrin real, por një pseudonim simbolik që u përhap shpejt, ceremonia që nuk ndodhi. U bë një simbol i rezistencës kundër abuzimeve të heshtura që ndodhen brenda shtëpisë, larg syve të botës. Arbri zbuloi për shkrimin kur celulari i tij filloi të merrte dhjetëra mesazhe. Koleg pune, miq të largët, madje edhe klient, të gjithë duke pyetur nëse ishte për të. Ai lexoi shkrimin me zemrën që i rrite fort. Nuk kishte emra, nuk kishte akuza direkte, por gjithçka ishte aty. Historia e tij e ekspozuar botës në një mënyrë që ai kurrë nuk e kishte synuar. Thiri menjëherë Gencin. E pash. Dhe përpara se të shqetësohesh, e verifikova. Nuk ka asgjë ilegale aty. Asnjë emër nuk është cituar, asnjë shpifje nuk është kryer. Është vetëm një histori e bazuar në fakte reale, por e prezantuar në mënyrë të përgjithshme. Arbri mori frym thellë. Dhe tani? Tani ti vendos nëse dëshiron të prononcohesh apo ta lësh historinë të flas vetë. Sugjerimi im? Heshtje. Ti ke tashmë të gjitha të dokumentuara, ke provat, ke dëshmitarët. Nuk ka nevojë të hysh në këtë luftë publike. Lere të vërtetën të punoj vetë. Arbri ndoqi këshillën. Nuk u prononcua publikisht. Nuk konfirmoi as mohoi që historia ishte për të. Vetëm vazhdoi jetën e tij, duke u fokusuar në atë që vërtet kishte rëndësi. Nëna e tij, shpresa, puna e tij, rindërtimi i tij personal. Por Blerina nuk pati të njëjtën përmbajtje. Kur kuptoi se njerëzit po lidhnin pikat, ajo bëri një postim të gjatë, emocional, duke u mbrojtur nga akuzat e nënkuptuara. Mohoi të kishte dëbuar njeri nga shtëpia. Tha se ishte keq interpretuar, se vetëm kishte sugjeruar ndryshime që mendonte se do të ishin më të mira për të gjithë. Tha se ishte ajo që ishte dëbuar, poshtëruar, braktisur në ditën e dasmës së saj. Por diçka kishte ndryshuar. Njerëzit nuk po besonin më verbërisht. Komente filluan të shfaqeshin duke kërkuar anën tjetër të historisë. Duke pyetur për evidencat. Duke vënë në dyshim mos përputhjet në narrativën e saj. Rryma kishte ndryshuar dhe Blerina po humbiste kontrollin që aq shumë kishte luftuar ta mbante. Arbri ndoqi gjithçka nga distanca, me një ndjesi të çuditshme drejtësie që po bëhej pa pasur nevojë që ai të ngrinte asnjë gisht. E vërteta, siç kishte thënë Genci, po punonte vetë. Një pasdite, pothuajse një muaj pas dasmës së anuluar, Arbri mbërriti në shtëpi dhe gjeti zonjën Lirie dhe shpresën në kuzhinë, duke qeshur me diçka që po jepej në televizor. Tingulli i të qeshurave e bëri të ndalonte në derë, vetëm duke i vëzhguar. Kur ishte hera e fundit që i kishte dëgjuar të dyja duke qeshur ashtu? Kur ishte hera e fundit që shtëpia e tij ishte ndjerë si një shtëpi e vërtet, plot jetë, afeksion, lehtësi? Hyri në kuzhinë dhe të dyja e shikuan, ende duke buzëqeshur. Çfarë është aq qesharake? Zonja Lirie fshiu lotët nga të qeshurit. Ah, bir, është një skenë e kësaj telenovele. Vilanja ra në kurthin e vet dhe tani po përpiqet të bëjë viktimën, por askush nuk po e beson. Arbri buzëqeshi. Ironia nuk i shpëtoi. Jeta imiton artin, apo jo? Të tre qeshën bashk dhe Arbri ndjeu diçka të sistemohej brenda tij. Ajo ishte shërim. Jo shërimi i menjëhershëm dhe i mrekullueshëm, por shërimi i ngadalë dhe i vërtet që vjen nga koha, nga prania, nga kujdesi ditor. Atë natë, pas darkës, Arbri bisedoi seriozisht me shpresën për diçka që po mendonte prej ditësh. Shpresa, unë dua të rregulloj situatën tënde këtu. Dua që ti të kesh të gjitha të drejtat e punës të garantuara, pushimet të paguara, rrogën e 13, sigurimet, gjithçka. Dhe dua të arris rrogën. Ti meriton shumë më tepër se sa të kam dhënë. Shpresa u skuq, dukshëm e emocionuar. Zoti Arbër nuk ka nevojë. Ka nevojë, po. Dhe më shumë se aq, dua që ti ta dish se ke një vend këtu sa herë të kesh nevojë. Nuk është vetëm një punë, shpresa. Ti bën pjesë në këtë familje. Dhe familjen e kujdesim, e vlerësojmë dhe e mbrojmë.
Lotët rodhen në fytyrën e shpresës, por ishin lot gëzimi, njohjeje, dinjiteti më në fund të rikthyer. Faleminderit, Zoti Arber. Ju nuk e dini se sa shumë do të thotë kjo për mua. Ai e dinte. Ose të paktën po fillonte ta kuptonte. Sepse nuk ishte vetëm për parat apo të drejtat. Ishte për të qenit i parë. Ishte për të pasur humanizmin tënd të njohur. Ishte për të ditur se ti vlen, se prania jote bën diferencën, se ti nuk je e padukshme. Në ditët pasuese, Arbri vuri gjithçka në letër. Rregulloi kontratën e shpresës, rregulloi rrogën, garantoi të gjitha përfitimet. Gjithashtu krijoi një fond emergjence për të, në rast se kishte nevojë për ndihmë me ndonjë shpenzim të papritur. Dhe më e rëndësishmja, krijoi një rutinë bisedash të rregullta, ku shpresa mund të fliste hapur për çdo gjë që e shqetësonte, çdo situatë që e gjente të padrejtë, çdo ndryshim që do të donte të shite. Bëri të njëjtën gjë me zonjën Lirie. Instituoi një mëngjes javor, vetëm të dy, ku bisedonin për gjithçka. Për të kaluarën, për të tashmen, për ëndrat dhe frikërat. Për pendimet dhe shpresat. Avash, Arbri po njihte nënën e tij në një mënyrë që nuk e kishte njohur kurrë më parë. Jo vetëm si nën, por si person. Me historinë e saj, dhimbjet e saj, fitoret e saj. Një muaj e gjysmë pas anulimit, Arbri ishte në një mbledhje biznesi kur mori një mesazh nga Teuta. Mendova se duhet ta dije. Blerina fshiu të gjitha rrjetet sociale. U zhduk plotësisht nga interneti. Dëgjova se pranoi një punë në një qytet tjetër, në Korçë, dhe do të shpërngulet. Arbri lexoi mesazhin dhe ndjeu një përzierje lehtësimi dhe trishtimi. Lehtësim sepse ajo gjë më në fund po mbërrinte në fund. Trishtim për shpërdorimin që gjithë kjo përfaqësonte. Për kohën e humbur, për mundësitë e ndryshimit të injoruara, për krenarinë që e pengoi Blerinën thjesht të njihte gabimin dhe të përpiqej ta ndreqte. Iu përgjigj Teutës me një mesazh të thjeshtë. Shpresoj që ajo të gjej paqe dhe të mësoj nga e gjithë kjo. Dhe ishte e vërtetë. Arbri nuk mbante mëri. Nuk i dëshironte të keqen Blerinës. Vetëm donte që ajo të mësonte, të rritej, të bëhej një person më i mirë. Të gjithë e meritonin atë shans. Atë natë, në shtëpi, ndërsa shite televizor me zonjën Lirie dhe shpresën, Arbri kuptoi diçka themelore. Ai kishte humbur një nuse, por kishte fituar diçka shumë më të vlefshme. Kishte fituar vetdije. Kishte fituar prani. Kishte fituar aftësinë për të parë dhe vlerësuar atë që vërtet kishte rëndësi. Dhe më e rëndësishmja, kishte fituar mbrapsht veten e tij. Arbrin që ekzistonte përpara se të humbej në ambicjet e tepruara, në nxitimin pa kuptim, në kërkimin e vlerësimit të jashtëm. Shikoj nënën që po thurte e përqendruar dhe shpresën që po qeshte me një skenë komike në ekran. Dhe mendoj se ndoshta, vetëm ndoshta, ajo natë e ftohtë në park, ai moment dhimbjeje dhe zbulimi, kishte qenë dhurata më e madhe që jeta mund t'i kishte dhënë. Sepse u desh të humbte gjithçka që ai mendonte se ishte e rëndësishme për të zbuluar atë që vërtet kishte vlerë. Dhe tani që e dinte, nuk do të harronte kurrë më. 3 muaj kishin kaluar që nga ai mëngjes në parkun Rinia dhe Tirana vazhdonte rutinën e saj të pamëshirshme. Të njëjtat bllokime trafiku, të njëjtat bori, i njëjti nxitim që përcaktonte shpirtin e qytetit. Por brenda apartamentit të Arbrit në lagjen komuna e Parisit, gjithçka kishte ndryshuar në një mënyrë që ai kurrë nuk mund ta kishte parashikuar. Nuk ishte vetëm mungesa fizike e Blerinës, as prania më konstante e tij mes atyre mureve. Ishte diçka shumë më e thellë, pothuajse e padukshme në fillim, por që rritej çdo ditë si një bim që më në fund merr dritë pas vitesh në hije. Arbri zgjoi përpara alarmit tani. Jo nga ankthi apo shqetësimi, por nga një dëshirë e sinqertë për të qenë i pranishëm. Zbriste në kuzhinë në orën 6:30 të mëngjesit dhe gjente zonjën Lirie tashmë të zgjuar, duke përgatitur kafen, duke rregulluar tavolinën, duke dëgjuar radion me volum të ulët. Ajo gjithmonë kishte qenë zgjuar herët, por tani kishte një lehtësi në lëvizjet e saj që nuk ekzistonte më parë. Sikur një peshë e padukshme ishte hequr nga supet e saj. Mirëmëngjes, nën. Mirëmëngjes, bir. Fjetët mirë? Ishte një ritual i thjeshtë, por do të thoshte gjithçka. Ata uleshin bashk, pinin kafe ngadalë, bisedonin për ditën që po fillonte, për lajmet e radios, për gjëra të vogla që më parë kalonin pa u vënë re.
Arbri zbuloi se nëna e tij kishte opinione të forta për politikën, se i pëlqente poezia moderne, se kishte frikë nga plakja jo nga mosha në vetvete, por nga mundësia për t'u bërë e padukshme. Dhe çdo zbulim ishte një rrëfim i dhimbshëm i asaj se sa shumë kohë ai kishte humbur, sa shumë biseda kishte lënë pa pasur, sa shumë jetë kishte lënë të kalonte ndërsa vraponte pas arritjeve që tani dukeshin të zbrazta. Shpresa gjithashtu kishte ndryshuar. Jo në esencë, sepse ajo gjithmonë kishte qenë ai person i sjellshëm dhe i përkushtuar. Por në qëndrim, në mënyrën se si zinte hapësirën, në guximin për të shprehur opinione. Ajo nuk ishte më hija diskrete që pastronte dhe gatunte në heshtje. Merrte pjesë në biseda, sugjeronte programe për fundjavën, ankohej kur diçka e shqetësonte. Kishte zë. Dhe Arbri kuptonte se t'i jepje zë dikujt ishte një nga gjestet më të fuqishme që ekziston, sepse do të thotë të njohësh humanizmin e tij të plotë. Në një mëngjes të së shtunës, ndërsa të tre po pinin kafe bashk, Arbri bëri një njoftim që po e planifikonte për javësh. Unë dua të bëj një rikonstruksion në apartament. I vogël, por domethënës. Zonja Lirie dhe shpresa shkëmbyen vështrime kurioze. Nën, atë dhomën e miqve që nuk e përdorim kur, dua ta transformoj në një hapësirë vetëm tënden. Një bibliotekë private me koltuk komod, një tryez shkrimi që ti të shkruash, rafte për librat e tu. Një vend ku ti mund të lexosh, të mendosh, të presësh shoqet e tua për çaj. Një strej që të jetë plotësisht e jotja. Zonja Lirie mbeti në heshtje për një moment, me sytë e përlotur. Bir, kjo nuk është e nevojshme. Është, po. Ti meriton të kesh një hapësirë që të jetë territori yt, ku ti të urdhërosh, ku ti të vendosësh gjithçka. Dhe shpresa, dua të rikonstruktoj edhe dhomën tënde. Të rris hapësirën, të vendos një tualet privat, të krijoj një sallon të vogël ku djemt e tu të mund të qëndrojnë kur vinë të vizitojnë. Dua që ti të ndihesh si në shtëpinë tënde vërtet, jo vetëm si dikush që punon këtu. Shpresa vuri duart në fytyrë, duke u përpjekur të mbante lotët që tashmë po rridhnin. Zoti Arbër, unë nuk i meritoj të gjitha këto. Arbri u ngrit dhe ju afrua asaj, duke u ulur në gjunjë pranë karriges së saj. Ti i meriton këto dhe shumë më tepër, shpresa. Meriton dinitet, komoditet, mirënjohje. Ti nuk je vetëm një punonjëse. Ti je familje. Dhe është koha që unë ta tregoj këtë në mënyrë konkrete, jo vetëm me fjalë. Në ditët pasuese, Arbri u zhyt në projektin e rikonstruksionit me një përkushtim që surprizoi edhe Gencin, avokatin e tij, i cili ishte bërë edhe një mik i ngushtë gjatë gjithë asaj turbulence. Ai punësoi një arkitekte të specializuar në dizajnin e brendshëm rezidencial, një grua të quajtur Vjollca, e cila kishte një vështrim të ndjeshëm për të transformuar hapësirat në streza emocionale. Vjollca kaloi një pasdite të tërë duke biseduar me zonjën Lirie dhe shpresën, duke bërë pyetje që shkonin shumë përtej ngjyrave dhe mobiljeve. Donte të kuptonte se kush ishin ato, çfarë i bënte të lumtura, cilat ishin ëndrat e tyre sekrete, si e imagjinonin një hapësirë perfekte. Dhe pastaj krijoi projekte që ishin portrete të personaliteteve të tyre. Për zonjën Lirie, një bibliotekë intime me tone të gjelbra dhe dru të errët, ndriçim të butë, një koltuk leximi të pozicionuar strategjikisht pranë dritares. Për shpresën, një dhomë të gjerë me ngjyra të çelura dhe të gëzuara, shumë hapësirë magazinimi, një tualet modern dhe një sallon të vogël të dekoruar me fotografi të familjes së saj. Rikonstruksioni zgjati 6 javë. Gjatë kësaj kohe, apartamenti u bë një kantier ndërtimi i kontrolluar, me punëtor që hynin e dilnin, zhurmë trapani dhe çekani, erë boje dhe llaku. Por askush nuk u ankua. Kishte një pritshmëri në ajër, një ndjesi se diçka e rëndësishme po ndërtohej, diçka që shkonte shumë përtej mureve dhe mobiljeve. Arbri ndoqi çdo etapë të punës me vëmendje. Donte që gjithçka të dilte perfekte, jo nga një perfeksionizëm i zbrazët, por sepse çdo detaj përfaqësonte respekt, kujdes, dashuri të materializuar. Zgjodhi personalisht ngjyrën e mureve të dhomës së shpresës, një ton të butë të së kaltrës që ajo kishte përmendur se i pëlqente. Ndihmoi në instalimin e rafteve në bibliotekën e zonjës Lirie, duke u siguruar që të ishin në lartësinë e duhur që ajo të mos kishte nevojë të sforcohej për të kapur libra. Çdo gjest i vogël ishte një formë shlyerjeje për të treguar përmes veprimeve konkrete se ai kishte ndryshuar, se ishte i pranishëm, se shite. Në ditën kur rikonstruksioni përfundoi, Arbri organizoi një ceremoni të vogël inaugurimi, vetëm për të tre. Përgatiti një darkë speciale, ndezi qirin, vendosi muzikë të butë.
Dhe pastaj ftoi zonjën Lirie dhe shpresën të njihnin hapësirat e tyre të reja. Reagimi i zonjës Lirie ishte i heshtur, por thellësisht emotiv. Ajo hyri në bibliotekën që tani ishte e saj, kaloi gishtat mbi kurrizet e librave tashmë të organizuar në rafte, u ul në koltukun e leximit të pozicionuar pranë dritares, shikoi rreth e rrotull me sytë që i shkëlqenin nga lotët e mbajtur. Është perfekte, Bir. Është saktësisht siç e ëndërroja. Arbri u ul në gjunjë pranë koltukut të saj. Kjo hapësirë është e jotja. Plotësisht e jotja. Këtu ti urdhëron, ti vendos, ti je mbretëresh. Dhe askush, kur më, nuk do ta marrë këtë prej teje. Shpresa, nga ana e saj, nuk mundi t'i mbante lotët kur pa dhomën e saj të re. Eci ngadalë, duke prekur çdo mobilje, duke hapur dhe mbyllur dyert e tualetit privat, duke u ulur në krevatin e ri, duke shikuar divanin e vogël të sallonit ku djemtë e saj mund të uleshin kur të vinin ta vizitonin. Ishte më shumë se një dhomë. Ishte dinjitet i përkthyer në metra katror. Ishte mirënjohje e materializuar në beton dhe boj. Zoti Arbër, nuk kam fjalë. Askush kur nuk ka bërë diçka të tillë për mua. Askush kur nuk më ka parë në këtë mënyrë. Arbri përqafoi shpresën, duke e lënë atë të qante në supin e tij. Ti gjithmonë ke merituar të shihesh e kështu, shpresa. Dhe më vjen keq që mu desh aq shumë kohë për ta kuptuar. Ishte gjithashtu gjatë kësaj periudhe që Arbri filloi të rimendonte jetën e tij profesionale. Vazhdonte të drejtonte kompaninë e tij, por kuptoi se mund të delegonte më shumë, të besonte në ekipin e tij, të ishte më pak i fiksuar pas kontrollit. Filloi të punonte më pak orë, të refuzonte udhëtime të panevojshme, të prioritizonte momentet në shtëpi. Dhe çuditërisht, kompania nuk u shem. Përkundrazi, dukej se funksiononte më mirë, sepse ai po merrte vendime më të ekuilibruara, më pak impulsive, më të menduara. Në një mbledhje me menaxherët e tij, Arbri bëri diçka që nuk e kishte bërë kurrë më parë. Ndau historinë e tij. Tregoi për gabimin që gati kishte bërë, për verbërinë që gati kishte shkatëruar familjen e tij, për mësimet që kishte nxjerrë. Disa mbetën të habitur, të tjerë të emocionuar. Por të gjithë e kuptuan mesazhin. Suksesi profesional pa ekuilibër personal është një bombë me sahat. Dhe Arbri nuk donte që asnjë antar i ekipit të tij të kalonte përmes asaj që ai kaloi. Implementoi ndryshime në kompani. Orar fleksibël për ata që kishin fëmijë të vegjël ose prindër të moshuar. Leje të paguara për kujdes familjar. Politika të qarta kundër orëve të tepërta të punës. Dhe më e rëndësishmja, krijoi një kulturë ku të flasësh për vështirësitë personale nuk ishte shenjë dobësie, por humanizmi. Produktiviteti nuk ra. Përkundrazi, u rrit. Sepse njerëzit që ndihen të kujdesur punojnë më mirë, me më shumë fokus, me më shumë besnikëri. Një nga menaxherët e tij, një burr i quajtur Besnik, kërkoi Arbrin disa javë pas ndryshimeve. Mund të flas me ty në privat? Sigurisht, Besnik. Gjithmonë. Ata u ulën në sallën e mbledhjeve të zbrazët. Doja të falenderoja. Për gjithçka që implementove. Nëna ime është e sëmur, ka Alzheimer në fazë fillestare. Dhe unë po vdisja duke u përpjekur t'ia dilja mban me punën dhe kujdesin për të. Mbërria në shtëpi i raskapitur, pa durim, duke u zënë me gruan time. Po hyja në kolaps. Por tani, me oraret fleksibël, arrita çoj në vizitat mjekësore, të kaloj më shumë kohë me të, pa u ndjer fajtor në punë. Ti nuk e imagjinon se sa shumë e ka ndryshuar kjo jetën time. Arbri vuri dorën në supin e Besnikut. Unë e imagjinoj, po. Sepse kalova përmes diçkaje të ngjashme. Dhe mësova se të kujdesemi për njerëzit që duam nuk është luks. Është nevojë. Është ajo që na mban njerëzor. Ajo bisedë konfirmoi për Arbrin se ai ishte në rrugën e duhur. Që ndryshimet që kishte bërë në jetën e tij personale mund dhe duhej të shtriheshin edhe në jetën e tij profesionale. Se të ishe një lider i mirë do të thoshte të kujdeseshe jo vetëm për rezultatet, por për njerëzit që prodhonin ato rezultate. Një natë, gjatë një darke në shtëpi, zonja Lirie komentoi diçka që mbeti duke bërë jehon në mendjen e Arbrit për ditë të tëra. E di, Bir, po mendoja për gjithë këtë situatë. Dhe kuptova se ndoshta Blerina ka qenë instrumenti i diçkaje më të madhe. Nuk po justifikoj atë që ajo bëri në asnjë mënyrë. Por nëse asgjë nga këto nuk do të kishte ndodhur, a do të kishit ndryshuar ti?
A do t'i kishim ne këto biseda? A do të ishte kjo familje kështu, e bashkuar vërtet? Arbri përtypi ngadalë duke menduar për pyetjen. Ndoshta jo. Isha i verbër, nën. Plotësisht i verbër. Duke jetuar në automatik, duke menduar se po bëja gjithçka mirë vetëm sepse paguaja faturat dhe garantoja komoditet material. Por po neglizhoja thelbësoren. Pranin. Vëmendjen. Afeksionin e vërtet. Shpresa, që zakonisht qëndronte e heshtur gjatë bisedave më të thella, vendosi të merrte pjesë. Zoti Arbër, a mund të them diçka që po mendoj? Sigurisht, shpresa. Gjithmonë. Unë mendoj se shumë familje jetojnë në mënyrën si jetonit ju më parë. Njerëz që banojnë në të njëjtën shtëpi, por nuk jetojnë bashkë vërtet. Secili në botën e vet, askush nuk lidhet vërtet. Dhe ndonjëherë duhet një krizë e madhe që ne të zgjohemi. Zonjusha Blerina shkaktoi një stuhi, por pas stuhisë erdhi qartësia. Erdhi e vërteta. Fjalët e shpresës kishin një urtësi të thjeshtë, por të thellë. Arbri kuptoi se ajo kishte të drejtë. Sa familje jetonin saktësisht ashtu? Duke ndar çatit, por jo jetët. Duke ndar hapësirat, por jo ekzistencat. Dhe sa njerëz zgjoheshin vetëm kur ishte tashmë shumë vonë? Ishte atëherë kur lindi ideja. Po bisedonte me Gencin në një pasdite duke pirë kafe në një pastiqeri të lagjes, kur avokati përmendi rastësisht se po punonte në një rast të një të moshuare që ishte vendosur me forcë në një azil nga familja, kundër dëshirës së saj, sepse fëmijët donin të mbanin apartamentin e saj. Kjo ndodh shumë? Pyeti Arbri. Më shumë se sa e imagjinon. Të moshuar që shtyhen jashtë shtëpive të tyre, punëtor shtëpiak që shfrytëzohen, abuzime psikologjike që ndodhin në heshtje. Më e keqja është se shumë nga këta njerëz nuk e dinë që kanë të drejta, nuk dinë ku të kërkojnë ndihmë, kanë frikë të denoncojnë. Dhe sikur ne të krijonim diçka për të ndihmuar këta njerëz, Genci ndaloi me filxhanin në ajër. Si e ke fjalën? Një projekt. Një organizat. Diçka që të ofronte orientim juridik, mbështetje psikologjike, një hapësirë të sigurt për njerëzit që po kalojnë përmes situatave të ngjashme me atë që kalojnë nëna ime. Që t'u jepte zë atyre që po heshten. Genci uli filxhanin dhe u përkul mbi tavolinë. Arbër, po flet për të krijuar një ujëçë? Po. Unë kam burime, ti ke njohuri juridike, mund të montojmë një ekip kompetent. Mund të bëjmë diferencë reale. Entuziazmi i pushtoi të dy. Në javët pasuese, Arbri u zhyt në projekt me një energji që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Hulumtoi, studioi modele të organizatave të ngjashme, bisedoi me specialistë të së drejtës së të moshuarve dhe të drejtave të punës, mapi nevojat kryesore. Dhe pastaj filloi të montonte strukturën e asaj që do të quhej rrjeti i amparos, rrjeti i mbrojtjes. Mori me qira një hapësirë komerciale të vogël, por mikpritse në rajonin qendror të Tiranës, pranë metros për të lehtësuar aksesin. Punësoi 2 avokatë të specializuar në të drejtën e familjes, një psikologe me përvojë në trauma dhe abuzime, një punonjëse sociale dhe 2 recepcioniste. Montoi një linjë telefonike falas për shërbim dhe krijoi një faqe interneti të thjeshtë, por informative. Gjithçka me burime të veta, pa u varur nga donacionet apo financimet e jashtme, të paktën në fillim. Inaugurimi ishte diskret. Vetëm një ceremoni e vogël me ekipin e punësuar, Gencin, zonjën Lirie, Shpresën dhe disa miq të ngushtë. Arbri bëri një fjalim të shkurtër, i emocionuar. Ky projekt lind nga një dhimbje personale që u transformua në qëllim. Lind nga turpi që nuk pash atë që po ndodhte në shtëpinë time. Lind nga dëshira për të transformuar gabimin në mësim, verbërinë në shikim, mungesën në prani. Rrjeti i amparos ekziston për t'u dhënë za atyre që po heshten, për të ofruar dinjitet atyre që po poshtërohen, për të treguar se askush nuk është vetëm. Se askush nuk ka nevojë të flejë në një stol parku sepse u dëbua nga shtëpia e tij. Se askush nuk ka nevojë të pranojë abuzimin si normalitet. Impakti ishte i menjëhershëm. Në javën e parë, morën 43 telefonata. Njerëz të dëshpëruar duke treguar histori vuajtjeje të heshtur, duke kërkuar ndihmë, duke kërkuar orientim. Arbri nuk arrinte t'i shërbente të gjithëve personalisht, por kalonte të paktën 3 pasdite në javë në atë hapësirë, duke biseduar me çdo që vinte, duke dëgjuar rrëfime, duke ofruar ngushëllim.
Çdo histori që dëgjonte ishte si të shikonte në një pasqyrë të deformuar. Nëna që trajtoheshin si peshë e vdekur nga fëmijët. Punëtor shtëpiak që shfrytëzoheshin duke punuar 16 orë në ditë pa pushim, pa dinitet. Të moshuar që u vidheshin kursimet nga familjarët. Abuzime psikologjike të maskuara si kujdes. Dhe Arbri kuptonte se historia e tij nuk ishte përjashtim. Ishte vetëm një mes mirave. Një muaj pas inaugurimit të rrjetit të Amparos, Arbri ishte në zyrë duke rishikuar disa raste kur recepcionistja telefonoi në dhomën e tij. Zoti Arber, është një person këtu që kërkon të flas me ju. Tha se është personale. Emri i saj është Blerina. Zemra e Arbrit pushoi një rrahje. Blerina. Pas 4 muajsh pa asnjë kontakt, ajo ishte aty. Për një moment mendoi të refuzonte takimin. Por diçka brenda tij, ndoshta kurioziteti, ndoshta nevoja për një mbyllje, bëri që të thoshte po. Mund ta thuash të hyj. Dera u hap dhe Blerina hyri. Arbri pothuajse nuk e njohu. Flokët ishin më të shkurtër, të lyer me një ngjyrë natyrale. Mbante rroba të thjeshta, pa marka të dukshme, asnjë nga veshjet e shtrenjta që zakonisht ekspozonte. Ishte më e dobët, me rrath të zinj nën sy, por kishte diçka ndryshe në sytë e saj. Nuk ishte arroganca e mëparshme. Ishte diçka që dukej se ishte për ulësi e përzier me turp. Ç'kemi, Arber? Ç'kemi, Blerina? Ulu, të lutem. Ajo ul në karrigen përballë tavolinës së tij, duart e dridhura duke mbajtur një çantë të vogël. E di që nuk prisje të më shije. Dhe e kuptoj nëse dëshiron që unë të iki. Por kisha nevojë të vija këtu. Kisha nevojë të flisja me ty, Arbri vetëm pohoi me kokë, duke pritur. Pasi gjithçka ndodhi, unë hyra në kolaps. Plotësisht. Humba miq, humba kredibilitetin, humba imazhin që kisha ndërtuar. Në fillim të fajsova ty, fajsova nënën tënde, fajsova botën mbar. Por kishte një zë brenda meje, i vogël por këmbëngulës, që thoshte se problemi isha unë. Kështu që shkova në provincë, në shtëpinë e një tezeje në Korçë. Pranova një punë të thjeshtë në një dyqan rrobash. Dhe fillova terapinë. 2 herë në javë, çdo javë. Ajo bëri një pauzë, duke marrë frymë thellë. Dhe ishte e tmerrshme, Arber. Të shikoja në pasqyrë vërtet, pa filtra, pa justifikime. Të njëja që kam një model shkatërues. Që gjithmonë kam qenë kontrolluese, manipuluese, që gjithmonë kam pasur nevojë të jem qendra e gjithçkaje. Që çdo person që e shija si kërcënim, unë e eliminoja. Jo fizikisht, por emocionalisht. Duke e izoluar, duke e poshtëruar, duke e përjashtuar. Dhe e bëra këtë gjithë jetën pa e vënë re. Ose më keq, duke e vënë re dhe duke u shtirë sikur ishte normale. Arbri dëgjonte në heshtje. Një pjesë e tij ende ndjente zemërim, ende kujtonte nënën duke fjetur në atë stol. Por një pjesë tjetër, pjesa që ishte rritur në këta muaj, ndjente dëmshuri. Sepse ai kuptonte se askush nuk lind mizor. Mizoria ndërtohet, stres pas strese, plag pas plage. Pse erdhe këtu, Blerina? Sepse kur mora vesh për projektin tënd, për rrjetin e Amparos, unë kuptova që ti e transformove atë dhimbje në diçka të mirë. Dhe unë dua të bëj të njëjtën gjë. Nuk po kërkoj falje, sepse e di që do të ishte e padrejt nga ana ime ta prisja këtë. Por dua që ti ta dish se po përpiqem të ndryshoj. Që e njoh atë që bëra. Që më vjen keq, sinqerisht. Arbri u ngrit dhe eci drejt dritares, duke shikuar qytetin atje poshtë. Blerina, unë nuk e di nëse arritë të fal tani. Kjo do të marrë kohë. Ndoshta vite. Ndoshta kur nuk do të ndodhë plotësisht. Por njoh guximin tënd për të ardhur këtu, për të marrë përgjegjësi, për të kërkuar ndihmë. Dhe shpresoj që ti të vazhdosh në këtë rrugë. Për veten tënde, jo për mua. Ajo pohoi me kokë, duke fshirë lotët e heshtur. A mund të kërkoj një nder? Varet. Jepini një përqafim nënës tënde për mua. Dhe i thuaj shpresës që i kërkoj ndjes. Ato nuk kanë nevojë të më falin. Por kanë nevojë të dinë që unë e njoh të keqen që u shkaktova. Arbri u kthye për ta parë. Unë do ta kaloj mesazhin. Blerina u ngrit për të dalë. Te dera u kthye një herë të fundit. Ajo që po bën këtu, me këtë projekt, është e bukur.
Dhe mendoj se në fund të fundit ti gjithmonë ke qenë ky person. Vetëm ishe i humbur. Si që isha edhe unë. Diferenca është se ti e gjete rrugën e kthimit. Unë ende po e kërkoj. Dhe pastaj ajo doli duke lënë Arbrin vetëm me mendimet e tij. Atë natë, gjatë darkës, ai u tregoi zonjës Lirie dhe shpresës për vizitën e Blerinës. Të dyja dëgjuan në heshtje deri në fund. Dhe si u ndjeve ti? Pyeti zonja Lirie. I konfuzuar. I trishtuar. Por edhe, çuditërisht, me shpresë. Me shpresë se njerëzit mund të ndryshojnë edhe kur duket e pamundur. Shpresa tundi kokën ngadalë. Unë nuk e di nëse arrita fal atë, zoti Arbër. Por shpresoj që ajo të gjej paqe. Sepse vetëm kush është në paqe me veten e tij pushon se u bëri keq të tjerëve. Fjalët e shpresës kishin një thellësi që e prekën Arbrin thellësisht. Ishte kjo. Ishte saktësisht kjo. Nuk bëhej fjalë për të falur nga detyrimi moral apo nga madhështia e shpirtit. Bëhej fjalë për të njohur që njerëzit e lënduar lëndojnë njerëz dhe se e vetmja formë për të thyer këtë cikël ishte duke shëruar plagët. Muajt pasues ishin të një rritjeje intensive. Rrjeti i Amparos fitoi vizibilitet në mediat lokale. Gazetarët filluan të mbulonin historitë të njerëzve që ishin ndihmuar nga organizata. Një zonjë 82 vjeçare që rikuperoi shtëpinë e saj pasi fëmijët tentuan ta detyronin të nënshkruante një prokur. Një punëtore shtëpiake që arriti të rregullonte të drejtat e saj të punës pas 15 vitesh shfrytëzimi. Një i moshuar që gjeti një strehë të përkohshme pasi u dëbua nga shtëpia nga dhëndri. Çdo histori ishte një fitore, e vogël ndoshta, por domethënëse. Arbri filloi gjithashtu të jepte leksione. Shkolla, kompani, OUQ, të gjithë donin të dëgjonin për ndërgjegjen familjare, praninë, kujdesin me të moshuarit, vlerësimin e punëtorëve shtëpiak. Dhe në çdo leksion, ai tregonte historinë e tij pa fshehur gabimet, pa zbutur dhimbjen, pa u transformuar në hero. Vetëm një burr që gati kreu gabimin më të madh të jetës së tij dhe që u zgjua në kohë. Ishte pas njërës prej këtyre leksioneve në një auditor të mbushur plot në një universitet që një ere ju afrua atij. Duhej të ishte rreth të 20-tave, me sytë e përlotur. Emri im është Klea. Gjyshja ime jeton me ne. Dhe pasi dëgjova historinë tuaj, kuptova se nëna ime po bën saktësisht atë që ajo grua bëri me nënën tuaj. Poshtërime të vogla, përjashtime, komente të këqija. Dhe unë kur nuk e kisha vënë re. Ose më keq, e vija re dhe shtiresha sikur ishte normale. Por tani unë e shoh. Dhe do ta ndryshoj këtë. Arbri shtrëngoi dorën e të res. Ti tashmë po e ndryshon vetëm duke e vënë re. Tani bëhu zëri që gjyshja jote ka nevojë. Mos e lër atë të kaloj përmes kësaj vetëm. Mirënjohja në vështrimin e Kleas ishte gjithçka që Arbri kishte nevojë për të ditur se ishte në rrugën e duhur. Një vit pas asaj mëngjesi në parkun Rimia, Arbri organizoi një aktivitet të vogël në rrjetin e Amparos. Një vit aktiviteti, më shumë se 1200 njerëz të shërbyer, qindra raste të zgjidhura, jetë të transformuara. Ftoi të gjithë ata që ishin ndihmuar nga organizata dhe hapësira mbeti e mbushur plot. Njerëz të gjitha moshave, të gjitha klasave sociale, të gjithë me një histori dhimbjeje që ishte transformuar në rifillim. Gjatë aktivitetit, Arbri kërkoi fjalën. Në krah të tij ishin zonja Lirie dhe Shpresa, dy gratë që kishin qenë katalizatori i gjithë atij transformimi. Ai shikoi publikun, pa fytyra të shënuara nga vuajtja, por edhe nga shpresa, dhe ndjeu se më në fund kuptonte kuptimin e qëllimit. Para një viti, unë gjeta nënën time dhe punonjësen tonë Shpresa duke fjetur në një stol parku. Ishin dëbuar nga shtëpia nga gruaja me të cilën do të martohesha. Ishte dita më e keqe dhe më e mirë e jetës sime. Më e keqja sepse pash rezultatin e neglizhencës sime, të mungesës sime, të verbërisë sime. Më e mira sepse u zgjova. Dhe të zgjohesh dhemb, por është e nevojshme. Ai bëri një pauzë duke kontrolluar emocionin. Sot, duke ju parë të gjithë juve, shoh se nuk jemi vetëm. Që dhimbja e përbashkët transformohet në forcë kolektive. Që bashkë mund të krijojmë një shoqëri ku asnjë i moshuar të mos flaket tej, asnjë punëtor të mos bëhet i padukshëm, asnjë person të mos trajtohet si më pak se sa meriton. Çdo histori që dëgjova në këtë vit të fundit më mësoi diçka. Më mësoi se empatia nuk është një ndjenjë pasive.
Është një veprim. Është të zgjedhësh të shohësh, të zgjedhësh të dëgjosh, të zgjedhësh të bësh diferencën. Duartrokitja ishte e gjatë, emocionale, e ngarkuar me mirënjohje kolektive. Njerëzit u ngritën, disa përqafuan njëri tjetrin, të tjerë fshinin lotët diskretisht. Ishte një moment festimi, por edhe njohjeje që lufta sapo kishte filluar. Që ende kishte mijëra njerëz që kishin nevojë për ndihmë, mijëra histori që prisnin të dëgjoheshin. Pas aktivitetit zyrtar, disa njerëz ju afruan Arbrit për të biseduar individualisht. Një zonjë me flokë të bardhë dhe duar të dridhura shtrëngoi krahun e tij me forcë. Emri im është Drita. Para 6 muajsh, biri im më vendosi në një azil kundër dëshirës sime. Donte të mbante apartamentin tim. Por rrjeti i amparos më ndihmoi. Arritën të kthenin situatën, provuan që unë kisha kapacitet të plot mendor dhe sot jam mbrapsht në shtëpinë time. Faleminderit që ekzistoni. Faleminderit që nuk hoqët dorë nga njerëz si unë. Arbri mbajti duart e saj me dashuri. Zonja Drita, kush bëri punën e vështirë ishit ju. Ne vetëm treguam rrugën. Guximi ishte i gjithë i juaj. Një tjetër burr, më i ri, gjithashtu ju afrua. Kishte sy të lodhur por të vendosur. Unë jam i liri. Gruaja ime po e keq trajtonte nënën time prej vitesh. Unë nuk e shija sepse isha gjithmonë duke punuar. Kur dëgjova historinë tuaj në një leksion, ishte sikur dikush të kishte ndezur një dridhë. Mbërrita në shtëpi dhe vërtet kushtova vëmendje. Pash mizoritë e vogla, komentet e këqija, përjashtimin sistematik. Konfrontova gruan time, vendosa limite. Jemi në terapi çifti tani, duke u përpjekur të rindërtojmë marrëdhënien në mënyrë të shëndetshme, por me një gjë të qartë, nëna ime ka vend të garantuar në familjen tonë. Pa negociata. Arbri shtrëngoi dorën e Ilirit me forcë. Ky është guxim, Ilir. Nuk është e lehtë të konfrontosh ata që duam. Por ndonjëherë është e nevojshme. Dhe fakti që ju jeni në terapi tregon se ka shpresë për ndryshim real. Kur u kthye në shtëpia të natë, gjeti zonjën Lirie në bibliotekën e saj private, duke lexuar një libër poezish në dritën e butë të llambës së tavolinës që ai kishte zgjedhur posaçërisht për të. Ajo ngriti vështrimin dhe buzëqeshi, atë buzëqeshje të qetë të dikujt që më në fund gjeti vendin e tij në boll. Si shkoi aktiviteti? Bukur, nën. Emocionues. Transformues. Çdo person që bisedoi me mua kishte një histori të kalimi. Dhe të gjithë ata më kujtuan se sa shumë kemi arritur të ndërtojmë bashkë. Ajo mbylli librin me kujdes, duke shënuar faqen me një shënues artizanal që shpresa kishte bërë për të. Bir, unë dua të them diçka. Unë të falra. Plotësisht. Që nuk e pe më parë, që nuk ishe i pranishëm siç duhej për gjithçka. Sepse ti je këtu tani. Dhe më e rëndësishmja, ti u transformove. Jo vetëm u ktheve, ti evoluove. U bëre një burr më i mirë, më i ndërgjegjshëm, më njerëzor. Dhe kjo më mbush me krenari. Arbri ndjeu lotët të fillonin të binin përpara se ta vinte re. U ul në gjunjë pranë koltukut ku nëna e tij ishte ulur dhe mbështeti kokën në prerin e saj, siç bënte kur ishte fëmijë dhe kishte nevojë për ngushëllim. Zonja Lirie kaloi gishtat nëpër flokët e djalit në atë gjest amtar universal që qetëson, që shëron, që ngushëllon. Kisha aq shumë frikë se do të humbisja, nën. Aq shumë frikë se mungesa ime kishte thyer diçka të pariparueshme mes nesh. Asgjë nuk është thyer, bir. Është rindërtuar. Dhe ajo që rindërtuam bashk është shumë më e fortë se sa ajo që ekzistonte më parë. Sepse tani është e vetëdijshme, është e qëllimshme, është e vërtetë. Mbetën ashtu për minuta të gjata në heshtje, duke lënë që afeksioni të fliste më fort se fjalët. Kur Arbri më në fund u ngrit, kishte sytë e kuq, por zemrën më të lehtë se sa kishte qenë në vite. Më vonë gjeti shpresën në kuzhinë, duke përgatitur çaj për të tre siç ishte bërë tradit netëve të së premtes. Ajo këndonte në zë një këngë që ai nuk e njihte, por që tingëllonte e gëzuar me shpresë. Shpresa, a mund të bëj një pyetje? Ajo u kthye, duke mbajtur ibrikun ende të nxehtë. Sigurisht, zoti Arbër. Gjithmonë. A je e lumtur këtu? Vërtet? Sepse nëse ka ndonjë gjë që unë mund të bëj për të përmirësuar jetën tënde, për të lënë më komode, më të vlerësuar, unë dua ta di.
Ajo uli i brikun dhe eci drejt tij, me sytë që i shkëlqenin nga emocioni i sinqert. Zoti Arbër, unë kur nuk kam qenë aq e lumtur në jetën time. Sepse për herë të parë ndihem e parë. Ndihem e vlerësuar. Ndihem e dashur. Dhe kjo nuk ka çmim. Ju më dhatë shumë më tepër se sa një dhomë të bukur apo një rrogë të drejtë, ndonse edhe kjo është e rëndësishme. Ju më dhatë dinjitet. Më dhatë zë. Më dhatë sigurinë që unë vlej. Dhe nuk ekziston dhuratë më e madhe se kjo. Arbëri përqafoi shpresën, një përqafim të gjatë dhe të shtrënguar që thoshte gjithçka që fjalët nuk do të arrinin të shprehnin. Kur u ndan, të dy po buzëqeshnin, pavarësisht lotëve. Dhe e dini se çfarë është më e pabesueshme? Vazhdoi shpresa, duke shërbyer çajin në filxhan. Djemt e mi e vunë re ndryshimin të unë. Thanë që jam më e gëzuar, më konfidente, më shumë vetvetja. Dhe kjo më bëri të kuptoja se sa shumë isha e fikur më parë, pa e vënë re as vetë. Ne mësohemi me aq pak sa kur marrim minimumin e dinjitetit, duket si një mrekulli. Ato fjalë bën jehon të Arbëri ndërsa të tre uleshin në sallon për të pirë çaj bashkë. Të mësuar me aq pak sa minimumi duket mrekulli. Sa njerëz jetonin ashtu? Sa shpresa në përbot pranonin thërrime respekti sepse kur nuk njohen se çfarë ishte të ishe vërtet e vlerësuar? Sa zonja lirie ndjeshin të padukshme në shtëpitë e tyre sepse askush nuk merrte mundimin t'i shihte vërtet. Ato fjalë vlenin më shumë se çdo kontratë milionere që Arbëri kishte mbyllur ndonjëherë. Vlenin më shumë se çdo mirënjohje profesionale. Sepse ishin dëshmia se ai kishte mësuar mësimin më të rëndësishëm të jetës. Që suksesi nuk matet në arritje materiale, por në lidhje njerëzore. Në prani. Në dashuri të vërtetë. Në dinjitet të përbashkët. Dhe ndërsa të tre pinin çaj bashkë atë natë, duke biseduar për plane për të ardhmen, për ëndrat dhe shpresat, Arbëri kuptoi se ceremonia që nuk ndodhi i kishte lënë vend diçka e pafundësisht më të çmuar. Një jetë të jetuar me qëllim. Një familje të ndërtuar në të vërtetë. Një qëllimi që transformonte dhimbjen individuale në shërim kolektiv. Tirana vazhdonte atje jashtë, indiferente, kaotike, e pamëshirshme. Por brenda atij apartamenti kishte paqe. Paqja që nuk vjen nga mungesa e problemeve, por nga prania e dashurisë së vërtetë. Dhe kjo ishte e vetmja revolucion që vërtet kishte rëndësi. Revolucioni i heshtur që ndodh kur zgjedhim të shohim, kur zgjedhim të qëndrojmë, kur zgjedhim të duam vërtet. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Arbërit, zonjës Lirie dhe shpresës të ketë prekur thellësisht zemrën tuaj. Nëse u emocionuat me këtë rrugëtim rindërtimi, dashurie dhe drejtësie, lini pëlqimin tuaj, regjistrohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju la më shumë mbres në këtë histori. Çdo ditë sjellim narrativa intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor dhe na bëjnë të reflektojmë mbi zgjedhjet tona. Ju presim në episodin e radhës me një tjetër histori që do të prek emocionet tuaja.